Në 4 vitet e fundit, borxhi në spitale u trefishua. Halim Kosova, ish-ministri demokrat që në muajt e fundit të mandatit pasoi ata të Lëvizjes Socialiste për Integrim, thot se borxhin e gjeti 24.6 milion dollar, e çoi në 22 milion, kur parashikimet ishin për rritje të mëtejshme. Me këtë ritëm, parashikoj që shkote 30 milion. Megjithse qëndroi pak në krye të këtij dikasteri, thot se ishte kohë mjaftueshme për të zbuluar se si lekët që jepte qeveria nuk shkonin tek pacientët. Korrupsioni më i madh bëhej me ilaçet. Sepse aty ku ka mungesa, aty ka korrupsion, aty ka abuzim, aty ndodhin të gjithë të këqijat. Përfitimi abuziv realizoi në disa drejtime dhe spitali mbetej pa ilaçe. Është e pabesueshme, po e vetmja kondit që i thoni për të la borxhet ishte që personit në fjalë t'i leni gjysmën e lekëve, po këtu bëhet fjalë për 2.4 miliarda, 2 miliard lekë të vjetra. Kam informacione që mund të kenë dalë vetëm fatura në spital, prandaj një pjesë e mirë e pacientëve kanë shku për rreth dhe kanë ble ilaçet që të funksionojnë. Çfarë bënin drejtorët e qendrës spitalore universitare? Të urdhëruar apo jo, këtë nuk mund ta them dot për momentin, kanë pranuar që të futen në magazinat e qendrës spitalore universitare sasi të konsiderueshme ilaçesh, Mira Aero, të ndonjë firme e cila ka qenë në prag të skadimit të afatit, dhe ajo sa ti hitë se është belade për ta hedhë, se s'ke ku hedhë. Ajo e fut aty dhe spitali i ka i borxh X që ai kurdo që t'ia japësh ai smërzitet se në fund ato ishin të humbura. Ka dhe një situatë tjetër për të verifikuar tek veprimet e shefave të shërbimit. Më duket edhe më rënd kjo që një shef shërbimi porosit një sasi, një kontingjent ilaçesh, e zen 200 ampula. Të 200 s'ka dojnë në farmaci. Dhe radhës tjetër, po si ky ilaç porosit 300 ampula, që të 500 s'ka dojnë në farmaci, dhe të gjitha bashkë bëjnë rreth 50 milion lekë vjetra, po them vetëm një person, atëherë mendo se si shpërdorojnë lekët që qeveria çon për pacientë dhe për qytetarin. Ish-ministri i Shëndetësisë, sot deputet demokrat, lë mënjan modestin kur thot se kjo skem nuk ka funksionuar tek materniteti që ka drejtuar prej 15 vitesh. Mbretëresha Geraldin nuk ka mbetur kurrë pa ilaçe.